Ekziston një teori konspirative, e cila thot se njerëz të famshëm të botës së showbizit botërore nuk janë vërtet njerëz, por disa prej tyre janë të klonuar drejt për drejt të prodhuar në laboratore, e disa të tjerë, pasi bëhen të padëgjueshëm për industrinë, eliminohen, dhe në vend të tyre paraqitet kloni i tyre, i cili është i dëgjueshëm. Në vijim, do mundohemi të zbardhim këtë histori kontroverse që qarkullon në internet. A është ylli juaj i preferuar i famshëm në të vërtet një klon? Edhe pse nuk mund të jap provë absolute, ka pasur një sër pretendimesh të çuditshme dhe të përsëritura nga persona brenda dhe rreth industrisë së argëtimit, që kanë ngjallur dyshime serioze tek miliona njerëz. Disa nga emrat më të mëdhenj në Hollywood dhe në botën e hip-hopit janë përmendur vazhdimisht në këto teori, nga Zac Efron te Kanye West, nga Gucci Mane te Chris Brown. Le të shohim se çfarë thon këto pretendime dhe pse ato kanë bërë kaq shumë zhurmë për vite me radhë. Rreth 14 vjet më parë, një kanal lajmesh publikoi një video që fliste për një laborator të supozuar që klononte yjet e Disneyt. Një nga rastet që u përmend ishte ai i Zac Efron. Sipas videos, mjeku që kishte mbikëqyrur procesin pranoi se kishte bërë një gabim në klonin e parë. Ai tha se lëkura e Zac Efron do të fillonte së shpejti të shkrihej dhe se do t'i duhej operacion për ta rregulluar. Çuditërisht, disa vjet më vonë, Zac Efron u shfaq në media pas një operacioni plastik kontrovers në fytyrë, që mori vëmendje të madhe në të gjithë botën. Shumë njerëz e pan këtë si një rastësi tepër të madhe dhe filluan të pyesin nëse kishte lidhje me atë pretendim të vjetër. Një histori tjetër e çuditshme vjen nga reperi Kid Buu. Ai foli hapur se si funksionon procesi i klonimit sipas tij. Sipas tij, të vogël kocke nga gjëndra pineale, e cila ruante kujtimet dhe ndërgjegjen e personit. Me atë fragment mund të krijohej një version i ri, një replik që mbante pjesën më të madhe të kujtimeve origjinale. Ai tha se ky proces ekziston prej kohësh dhe se mund të zgjidhësh cilat kujtime të mbash dhe cilat të heqësh. Kid Buu shkoi edhe më tej, duke folur për Gucci Mane, duke thënë se ai u klonua pas daljes nga burgu. Ai vuri në dukje se Gucci dukej ndryshe, fliste ndryshe, buzëqeshte më shumë dhe madje edhe thëmbit e tij dukeshin të ndryshuar. Shumë fans dhe vëzhgues ranë dakord se diçka tek Gucci Mane dukej krejtësisht ndryshe pas burgut. Randall Brown shkoi edhe më larg. Ai pretendoi se ekzistojnë dy versione të Chris Brown. Sipas tij, njëri Chris Brown është ai që performon në skenë dhe shfaqet në media, ndërsa tjetri, versioni i vërtet, qëndron në prapa skenë dhe fiton para duke bërë takime me fans meet and greet për mijëra dollar. Ai tha se fansat paguanin $1.000 për të takuar Chris Brown, por në realitet nuk ishte ai që njerëzit shihnin në koncerte. Randall Brown e krahasoi situatën edhe me Kanye West, duke thënë se as aty nuk është gjithçka siç duket. Orlando Brown foli në mënyrë të ngjashme për Kanye West. Ai pretendoi se ka dy Kanye, një të gjatë dhe një më të vogël, që po luftojnë për të qenë Kanye i vërtet. Ai tha se e donte Kanyen e vërtet, atë që shihej pa siguri, duke ngrënë dhe duke u çlodhur normalisht, ndërsa versioni tjetër ishte ai që shfaqej publikisht. Orlando Brown theksoi se Kanye i vërtet kishte kaluar shumë dhe duhej mbrojtur. Edhe vetë Kanye West ka lënë aluzione të çuditshme. Gjatë një performance, ai këndoi fjalët "Watch how they cloned me", duke i bërë shumë njerëz të pyesin nëse po jepte një sinjal të fshehtë. Pas kthimit të tij në mediat sociale pas një periudhe pushimi, shumë fans dhe komentues thanë se ai dukej ndryshe, më i holl, me sjellje të ndryshme. Kanye ka folur edhe për mundësinë e zhdukjes dhe nevojën për të veshur mask nëse do të largohej diku. Një tjetër zë që ka ngritur dyshime është reperi Tom McDonald. Në këngën e tij, Clone Rappers, ai foli për klonimin e reperëve në industrinë e muzikës, duke përmendur se si marrin mostra kocke për të krijuar versione të reja që duken ndryshe nga origjinali. Por çfarë është edhe më interesante është se tema e klonimit nuk është e re në Hollywood. Për dekada me radhë, filmat e mëdhenj kanë përgatitur publikun për këtë ide. Filma si The Island, 2005, tregojnë një botë ku njerëzit e pasur flonojnë veten për të pasur organe rezervë.
Moon, 2009, me Sam Rockwell, tregon një punonjës që zbulon se është vetëm një klon nga një seri klonesh. Replicas, me Keanu Reeves, flet për transferimin e mendjes në trupa të klonuar. Edhe në Blade Runner dhe seritë e mëvonshme, si Westworld ose Orphan Black, klonimi dhe krijimi i qenieve identike gjenetike është temë qendrore. Shumë njerëz besojnë se Hollywoodi nuk po tregon thjesht fantazi shkencore, por po normalizon ngadalë një realitet që tashmë mund të ekzistojë në fshatësi. Tani lind pyetja logjike: a është e mundur klonimi njerëzor në të vërtetë? Teknologjia e klonimit ekziston realisht sot, por kryesisht për kafsh. Nëse ke një qen, mace ose kafsh tjetër, mund ta klonosh atë për rreth $50,000. Procesi fillon duke marrë një qelizë nga kafsha origjinale, zakonisht nga lëkura ose indi. ADN-ja nxirret nga qeliza dhe futet në një qelizë vezë të hequr bërthamën e saj. Kjo qelizë hibride stimulohet elektrikisht ose kimikisht për të filluar ndarjen, duke krijuar një embrion identik gjenetikisht me origjinalin. Embrioni pastaj vendoset në një nën surrogate derisa të lindë një kafshë që është 100% e njëjtë gjenetikisht me atë nga e cila u mor qeliza. Kështu u krijua Dolly Deleja në 1996, kafsha e parë e klonuar nga një qelizë rritur adulte. Për njerëzit, situata është shumë më komplekse dhe kontroverse. Klonimi riprodhues njerëzor, krijimi i një njeriu të plot identik, është i paligjshëm në shumicën e vendeve të botës dhe konsiderohet jo etik nga shumica e komunitetit shkencor. Arsyet janë të shumta: çështjet e identitetit personal, rreziku i defekteve gjenetike, pyetjet filozofike rreth shpirtit dhe ndërgjegjës, si dhe frika se kjo teknologji mund të përdoret për të krijuar njerëz rezervë për organe ose për të prodhuar ushtri të kontrolluara. Megjithatë, shkenca ka bërë hapa të mëdhenj. Klonimi terapeutik, krijimi i embrioneve për të marrë qeliza staminale, është kryer me sukses në laborator. Në vitin 2013, shkencëtarët arritën të klonojnë qeliza njerëzore embrionale. Sot është e mundur të krijohet indi njerëzor, organe të thjeshta dhe madje të transferohet ndërgjegjja digjitale në modele artificiale. Disa teori konspirative pretendojnë se klonimi i plot i njerëzve, duke përfshirë transferimin e kujtimeve dhe personalitetit, është arritur prej kohësh në laborator sekret ushtarak ose korporata private, larg syve të publikut. Në fund të fundit, askush nuk mund të provojë me siguri 100% se ndonjë yll i famshëm është klonuar. Por rastësitë e çuditshme, ndryshimet e papritura në pamje dhe sjellje, si dhe pretendimet e përsëritura nga persona brenda industrisë, e bëjnë këtë temë të vazhdojë të diskutohet me pasion. Është një histori që ngjall frikë, dyshim dhe kuriozitet të madh njëkohësisht. Në fund të kësaj historie, mbetet një pyetje që nuk ka një përgjigje të qartë, por që të bën të mendosh më shumë se çdo gjë tjetër. Po sikur një pjesë e asaj që shohim të mos jetë reale. Sepse në një botë ku teknologjia përparon me një ritëm që dikur do të dukej i pabesueshëm, ku laboratorët janë në gjendje të klonojnë organizme, ku inteligjenca artificiale mund të rikrijojë fytyra me një saktësi tronditëse, të imitoj zëra deri në detajin më të vogël dhe madje të simuloj sjellje njerëzore. Ideja e klonimit njerëzor nuk tingëllon më si një skenar i largët fantastikosh qencor. Ajo fillon të duket si një mundësi që ndoshta nuk është aq larg sa mendojmë. Dhe pikërisht këtu fillon shqetësimi i vërtet. Sepse kur këto zhvillime teknologjike ndërthyren me histori të çuditshme, me ndryshime të papritura në sjelljen e figurave publike, me deklarata që duken të paqarta apo kontradiktore, lind një ndjesi e çuditshme, një ndjesi që diçka nuk shkon. Kur njerëzit fillojnë të vënë re detaje të vogla, një ndryshim në zë, një shprehje e panjohur, një sjellje që nuk përputhet me të kaluarën, dhe kur këto histori fillojnë të përsëriten në mënyrë të vazhdueshme në platforma të ndryshme, atëherë kufiri mes realitetit dhe spekulimit fillon të zbehet. Por ndoshta e vërteta nuk qëndron vetëm tek ideja e klonimit. Ndoshta kjo është vetëm sipërfaqja. Ndoshta ajo që është më shqetësuese është fakti që ne po hyjmë në një epokë ku perceptimi im për realitetin mund të manipulohet në mënyrë të padukshme. Një epokë ku nuk është më e nevojshme të ndryshosh realitetin vet, mjafton të ndryshosh mënyrën se si njerëzit të shohin atë. Sepse sot gjithçka mund të rikrijohet. Një video mund të jetë e gjeneruar, një zë mund të jetë artificial,
Një imazh mund të mos ketë ekzistuar kurrë në botën reale. Dhe sa më shumë që këto teknologji bëhen të aksesueshme për çdo, aq më shumë rritet mundësia që e vërteta të humbas mes mira versioneve të saj të rreme. Dhe në këtë kaos informacioni lind një fenomen tjetër, dyshimi kolektiv. Njerëzit nuk besojnë më lehtësisht. Çdo gjë vihet në pikë pyetje, çdo detaj analizohet. Dhe pikërisht ky dyshim i vazhdueshëm është ajo që i mban këto histori gjallë, jo sepse ekzistojnë prova të pakundërshtueshme, por sepse ekzistojnë mjaftueshëm paqartësi për të mos i hedhur poshtë plotësisht. Ndoshta disa prej këtyre teorive janë thjesht produkte të imagjinatës, të përforcuara nga algoritmet dhe nga dëshira njerëzore për të gjetur modele edhe aty ku nuk ka. Por ndoshta, në mesin e gjithë kësaj mjegulle informacioni, fshihen edhe fragmente të së vërtetës, copa të vogla që nuk janë kuptuar ende plotësisht. Dhe kjo na çon tek pyetja më e madhe: apo jetojmë në një kohë ku realiteti është bërë i ndryshueshëm, ku ajo që shohim, dëgjojmë dhe besojmë mund të jetë thjesht një version i kuruar, i ndërtuar me kujdes për të krijuar një perceptim të caktuar. E vërteta është se askush nuk ka një përgjigje të sigurt. Shkenca avancon, por gjithmonë lë pas pyetje të reja. Teknologjia hap dyer, por nuk tregon gjithmonë çfarë fshihet pas tyre. Por një gjë është e sigurt. Sa më shumë që teknologjia përparon, aq më e holl bëhet vija që ndan realitetin nga iluzioni. Dhe ndoshta rreziku më i madh nuk është vetë teknologjia, por fakti që ne mund të mos jemi më në gjendje të dallojmë se kur ajo po përdoret për të na treguar të vërtetën dhe kur po përdoret për të na krijuar një tjetër realitet. Sepse në fund të fundit, pyetja më e rëndësishme nuk është nëse ekzistojnë klone apo jo. Nuk është as nëse disa histori janë të vërteta apo të sajuare. Pyetja më e frikshme është kjo: sa nga ajo që ne e quajmë realitet është vërtet reale?